Mish, më ndëgjoni një moment. Edi Rama u thot se kemi rritje, Prishti. Po ka një rritje, nuk e mohoj. Kjo rritje është rritje betonit. Betoni dhe droga është kriju një raport narko-euro-beton më i forti, më i madhi në Europë. Po prit. Po prodhimi industrial që bie 3 vite me radhë, me të cilin lidhet direkt mirëqenia, rroga, puna e 10 mira punëtorëve dhe punojësve. Ka 3 vite që bie. Po prodhimi bujqësor që bie, me të cilin lidhet jetesa e 380.000 fermerëve. 380.000 fermerëve. Çfarë është kjo rritje atër? Kjo rritje është rritje oligarkike. Kjo rritje është rritje trafikantëve drogës, e qeveritarëve që mbështesin trafikantët drogës. Hajde po deshe, blie një apartament në Tiranë, do të punosh 110 vite me një rrogë për të ble një apartament se blet do të kur. Merë fund në 100 dit, ju garantoj ju se prodhimi industrial, se eksportet, se prodhimi bujqësor, se fermerët, nërmarjet, do kenë mbështetjen më të madhe. Të dashur miq, lezhjanë dhe lezhjanë, shqiptare dhe shqiptarë, në histori, ne kemi qenë dhe më të varfër se që jemi sot. Kemi përjetue me nzyra të mëdha diktaturin më tegër. Kemi përjetuar luftra. Në luftë e parë botërore, 6 fuqit huaja kanë hyrë në Shqipëri. Por kur në njëherë. Shqipëria s'ka patur djepe bosh sa që ka sot. Kur në njëherë. Shqipëria në votrat e veta nuk ka pas djepe bosh si sot. Nuk ka patur shtëpi patri si që ka sot. 620.000 tri. Dhe 3 u larguan nga viti 2014, viti 2023. E në gjuhët mësuesin e nderuar. Problemin e ti, të njëjtën çështje shtronte një mësues tjetër i nderuar në një rreth tjetër, i cili thoshte, më iken fëmijët. Pension e kam shumë të vogël, po aq sa më mundon pensioni, më mundon vetmia. Pra, largimi këtyre trive, qindra mijëra trive, për shkak se nuk gjejnë punë, për shkak se nuk kanë vlerësim, për shkak se ëndrrën e tyre detyrohen të jashtë në lezhë dhe në Shqipëri. Mbetën në vetmi qindra mijëra familje dhe një vetmi të vështirë, një vetmi në cilën ecën sa ecën. A ka mundësi të pranojmë në një situatë të tillë? Jo kur. Ne duhet i themi gjërat haptas. Vetës tonë një në radhë parë. Në qoftë se ecim të mënyrë, fara jonë do zhduket. Po, sot OKB-ja njoftoi para 3 javësh se kemi treguesin më të ulët në botë të lindjeve. Kur? Edhe një muaj më parë më kishte thënë njëri nuk do e kisha besuar. Jo. Sepse ky tregues është aq katastrofal. Por është i vërtet. Shkojnë në mat. 13 lindje. Shkojnë në mërdit. 19 lindje. Shkojnë në Rsek. 1 lindje në vit. Miq. Pra një keqje e madhe po na përpin. Një apel i thellë nga thellësia e shpirtit. Na fton që ta ndalojmë me çdo kusht, me çdo çmim. Tu kthehemi përpjekjeve tona titanike për të sjellë kombin në rinin e tij, për ta bërë përsëri kombin të ri. Çfarë u thoshte?
sepse këta tri nuk ikin nga ne, se nuk na duan. Këta tri nuk ikin nga Lesha, se nuk e duan. Nuk ikin nga Shqipëria, nuk ikin nga familja. Por këta tri nuk jetojnë dot. Këta tri e shohin se asgjë s'mund të bëjnë. E ndëgjuhet vetë. 3 ditë më parë, u thoshte në Tepelen, një grup i trish që rrinte si aty, ju thoshte, për ju thoshte mandatin e 4 do t'u japim 2 kilogram farë kungullit të qeruara. A kishte? Çfarë ishte kjo? Ikni morë dhe ju, ikni. A nuk ishte kjo një apel që ikni dhe ju, se ne farë kungulli kemi për ju? Pra, këto 100 ditë o miq, janë jetike, po më jetike se çdo gjë është dita 11 maj. Në 11 maj kur në njerë ja u themun ju, as unë as ju dhe as njeri prej nesh, nuk ka patur vot në transishme për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Ne po ecim drejt humnerës, patri, një kom patri nuk ka tarthe, një shtëpi pa djep, edhe e florit po tjetë, është destinuar të mbyllë, një dere mbyllur, një muze dhe asgjë tjetër. Kështu që t'i thrasim genit ton, t'i thrasim gjakut ton, t'i thrasim shpirtit ton, mos të pranojmë të keqet madhe. Është një kushtrim që buron nga shpirti çdo adhetari, nga shpirti çdo qytetari të Lezhës, jashtë partjak, s'ka lidhje me partin, ka lidhje me ekzistencën, ka lidhje me Shqipërinë, ka lidhje me Lezhën, ka lidhje me të ardhmen, ka lidhje me shpresën, ka lidhje me fitoren. Miq, Lezhë qëndron, Shkodra, Lezhë, Durrësi qëndrojnë si kryura të lidhjes kombit ton me Perëndimin. Kjo është e vërteta. Këtu lidh besa, jo për të mbrojtë vetëm trojet shqiptare, arbënore. Jo, pri syni përjetshëm u bë një mbrojtës i vlerave dhe qytetërimit perëndimor. Ndaj dhe sot është kohë beslidhje, është kohë bese, është kohë që të vendosim, por dhe të ndigjojmë. 4 rezoluta nga të gjitha forcat politike konservatore të botës, të Europës dhe të botës, që damkosin Edi Ramën. Po si e damkosin? Armik të votës suaj. Miq, në Valencia, çfarë u tha? Partit që udhëheqin Europën, udhëheqin Bashkimin Evropian, çfarë u tha? U tha se Edi Rama shtyp opozitën me drejtësinë e tij, shtyp pluralizmin. U tha se Edi Rama blen vota, me lek. Po pse e thanë? Sepse kanë pa vendimin e qeverisë që shpërndan 100 euro. U tha se Edi Rama blen vota me kanabis. Po pse e thanë? Sepse panë vendimin e qeverisë për të mbjellur 10 mijëra hektar kanabis. U tha se Edi Rama blen vota me po pse e tha? Sepse kanë pa të gjitha në kundërshtim me ligjin. U tha se Edi Rama blen vota me punësime, sepse e panë që ka punësua mira vetë për ble vota. U tha se Edi Rama terrorizon qytetarët e tij me bandit, me vrasës. Dhe ja ku jam këtu para jush për t'i thanë këtij Pirinit që i menaxhon. Pirin, edhe ati Vincent Stukut
që shkon dhe blen vota në Troshank, Vincenz Pirin, cili do prej jush, do shpalli terrorist, ju garantoj se qeveria e Partisë Demokratike, të gjitha ata që guxojnë të kërcënojnë ju, që guxojnë të diktojnë vullnetin tuaj, ata do shpallen terrorist dhe do trajtohen me ligjet e terrorizmit. U them sot këtyre banditëve se lufta juaj është luftë me mullit e erës, se nuk ka gjë në botë që mund të mposht lezhjanët dhe lezhjanët, shqiptarët dhe shqiptarët në betejën e tyre për rikthimin e demokracisë në Shqipëri.